Të dashur miq, le të bëjmë pak retrospektiv. Gjykatat administrative $16 milion financime amerikane, Rama nuk i votonte në parlament. Ishte në opozit dhe ishte kaq kokder. Si mundet vallë? Jo, i thot Ambasada amerikane, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Dhoma Tregtisë e Industrisë Amerikane në Tiranë, mos e votoni paqen fiskale për 2 miliard euro oligarkëve të krimit. Sa mund të fituar Rama për post qeverin, se ata e sponsorizuan. 5225 qendra votimi plus 25 vota luheshin. Pra, a nuk bëlien me kaq para? Po mirë mo ky presidenti ynë nuk foli asnjë fjalë për Maduron, sepse ka hallën e Ramaduros. Dhe kaq i kapur është sa nuk merr vesh nga politika, nuk është diplomat, por bën me zap. Çfarë i thot ai trapi i gjatë? Imagjinoni se çfarë qeverie kemi ne shqiptarë. Vetëm Albin Kurti i tha jo amerikanëve dhe europianëve, se unë nuk bëj korrigjime kufish, nuk lëshoj territor, e shfiroj veriun dhe i thanë bravo të qoftë, sepse ti që je patriot, që do vendin tënd, që dyfishon buxhetin, që rrit rrogat e pensionet dhe investimet, sigurisht të duan, dhe të respektojnë të huajt, sepse thonë nuk je tradhtar. Po me këta tanë si do vej ky hall. Çfarë mendoni ju se mund të ndodhi? Përpos dëshirës time. Të lutem shumë. Ma bëni këtë ëndër realitet, se dhe vetë militantët e çmendur socialist do të thonë, shoqëri shpëtuan nga ky çmendur që dilte.